Mbas zgjedhjeve do bëni koalicion me doktorin? Doktor Berishën? Shiko, njëre para do të presim rezultatin. Mbas zgjedhjeve po thënë. Do të presim rezultatin. Pa, do jeni forcë e parë në përputhje me rezultatin, do të bëjmë aleancën. Do të bëjmë aleanca pa tjetër dhe do të kërkojmë implementimin e pjesëve të programit tonë, si partia e vetme që ka një program të publikuar një vit më parë. Basha ka thënë që s'bëj koalicion me doktorin. Të certifikuar. Pje e të hapur. Ti nuk e presh të certifikuar. Që tani krijova një fraksion me Bashën. Unë nuk e kam dëgjuar këtë që thoni ju. Po, ka deklaruar. E ka thënë këtu unë ka qenë Elida Bozhegu, Andura Labani. Pikërisht tek ju, biles tek ju ka unë jam më i keq nga ata. Ka këmbgulur që unë ka thënë do të kërkoj implementimin e programit të koalicionit Euroatlantik që e ka publikuar vitin më parë. Do të dish koalicioni Euroatlantik shumë. Do të dish, ja vetëm një sekondë po. Do të dish akuzën që ju bëhet juve. Edhe juve dhe zotit Sheaj. Jeni dy partitë të djathta, që hani të djathta, zvota, soptoni, ky është, po themi, kjo është filozofia që ju sulmon Sali Berisha. Unë se më tartme në Shqipëri se ta shikoj me mente Sali Berishte. Po ti thu të bëj koalicion me te, o zotrisë, kush e tha? Jo, do gabim. Do të shikojmë peshen, u deklarova do të shikojmë peshen e partisë. Po bëni një pyetje të vështirë për të dhënë përgjigje, sepse të gjitha partitë e vogla, mbas zgjedhjeve, nëse futen në parlament, pra nëse kanë shansin të futen në parlament, mund të bëjnë koalicione si majta si djata, se nuk është se ka në një peshë që ndikojnë në politikën e këtij vendi. Po shkojnë majta sot djatas për të kapur në një ministri, apo për të bërë në një... Po sigur të përfundoni ju parti e vogël? Apo e njëjta gjë do ndodh? Ata e shikojmë, se ne kemi 850.000 vota. Me qënë se e përcaktove, që ku ke pas 1 milion para ca vitesh, po si kemi pas asnjë 1 milion. Që ku mos hes me iluzione. 850 kemi pas. Edhe postulat nuk do t'ja. Sa kishën 2021-shin? Kemi pasur 780.000 vota. Sa? 735.000. Më falë. Nuk din as trekusin e partisë tënde, pra, se ka ardhur duke u zvogluar. 735.000. Nga kemi ardhur duke u zvogluar? Ja, po ti maj me nuk. Tani, një sekund. Po pse, kur kemi pasur më shumë se kaq? Bashkë me ato që bleve dhe vodhe me fondet e Bashkimit Evropian. Kemi pasur 735.000 në 2021 plus 69.000 votat e pavlefshme, ishin 800.000 vota. Po pse të pavlefshme do janë tuat? Të PS-s, po të pavlefshme të PS-s. Po ishin të pavlefshme të PS-s. Se ishin me shenjë në PS-s, si, për këtë 12-ta. Po, është mjerimi madh që votat e pavlefshme do një ti përveconi. Nëse keni një personale me mua, s'jarën një studio, se do se tu pa ullë shumë nivelin e bisedës. Sa po mbjen kështu që të kam përbalë. Për kundrazi, edhe mu po mbjen keq, që jam përbalë me ju.